Pra Pashtica Jarovic më pas vjen ky tentim. Gjuajtja e parë rrezikshme në ndeshje, provoi Blerin Vorina, dole përpara e mysafirëve. Të shohim këtu. Kërkohet hapësira për goditje. Hamdi Namani provon minute. Deri tash të parë rrezikshëm Venasit. Ja krosimi, goditja me kokë. Horizontalja e shpëton Vokli Laroshin. Gjuajtja e Merkim Pevçelit deri në minutën e 17 nuk pati rast nga asnjëra skuadër. Ibrahimi. Morina Gjuan intervenon në Lekaj. Albin pra Pashtica, krosimi. Vazhdon aksioni më pas gjuajtja e Hamdi Namanit. Ja tani Jarovic, Senad Jarovic Gjuan, 1-0. Më në fund shblokohet sfida në Klin të ndëruar shikues. Goli 9 sezonal për Senad Jarovicin. Në tani më i qetë Debatik Curi pas avantazhit të skuadrës. Ushtrim Goshi Gjuan. Basit. Pevçeli Gjuan. Pret. Edhe njerë Vokli Laroshi. Këtu mund të përfitoj Mërlaku Gjuan. Qëfar mundësie për Tukarqinin. Aldin Mërlaku në super rast. Mirë po topi shkon jashtë portës Laroshit. Nuk pati këtu offside. Djenit Isufi. Në krosimi i Sufit, krushton topin Laroshi, mbas skuadrë për para Vitor Hugo. Të e parëzikshme goditja ati. Tjetër krosim nga Këndi. Topi ka në zonën goditja. 1-1. Vitor Hugo realizon. Pas shumë përpjekjeve, Venasit e gjenë golin e barazimit. E të shpruar, Debatik Curi. Skuadra e ti e pati avantazhin, mirë po. Tani shifrat u barazuan nga braziliani Vitor Hugo. Do shta gjyqtarja Ashari që zhvilluar edhe këto sekonda të minutës e 7, mirë po jo e mbyll këtu 1-1 nga një pikë për së cilën skuadër.